madh i etimologjisë së brendshme shqiptare deri më sot nuk është botuar. Në albanologjinë zyrtare janë botuar vetëm fjalor që i krahasojnë fjalët. Është si të krahasosh objekte të ndryshme. Metoda etimologjike e cila futet brenda fjalës nuk ka prodhuar fjalor zyrtarisht, fjalor etimologjik. Kjo metodë përdoret sot nga unë dhe nga studiusi i talentuar dhe ekselent Butrind Balaj. Librat tanë janë në qarkullim dhe ne do kemi shumë e shumë fjalor të tjerë pas këtaj. Është e pamundur, deri sot nuk ka ndodhur që ndonjë studiues i gjuhësisë zyrtare të rrëzojë etimologjinë e një fjale që kemi bërë unë dhe Butrinti, sepse është e pamundur që të rrëzohet. Askush e ke fjalën dhe nga tuajt apo edhe nga tuajt. Ka pasur reagime agron për shembull nga tuajt për librat tuaj, këta që njohin për shembull gjuhën shqipe që janë etimolog, gjuhëtar në Serbi ose në Greqi ose në Itali ose diku gjetke për shembull që kanë lexuar librat e tu dhe ka pasur ndonjë recens për shembull për tyre. Po është në Austri, është një albanolog Kurt Gostenschnig, i cili është i njohur ky si lingvist në Austri. Po, ky është në rangun e filozofit, të historianit, ai e një gjuhën shqipe njësoj si ne të dy. Ai më duket në prill të këtij viti kishte çuar në Akademinë e Shkencave në Çfarë moshe ka ky?